Atë ditë doje të vrisje veten, po thot Elona. Kisha këto lloj mendimesh të tilla dhe fakti që isha edhe vetëm në shtëpi edhe e trishtuar, ishte ditë feste ndoshta dhe unë s'kisha ndjej asnjë lloj feste, asnjë lloj ndjesie të mirë. Edhe gjithë këto mendime më presiononin, sikur unë s'po marr asgjë nga jeta dhe s'meritoj asgjë, nuk e di, një gjë shumë e frikshme, po them. Dëgjova atë mesazhin, qava pafund edhe mbasi qava e ndoshta e nxora pak atë dhe pastaj mora bashkëshortin që të vinte dhe erdhi shumë shpejt në fakt. Edhe djali fjeti një 2 ora të paraditës dhe ka qenë fillimi i ditës mëngjes, po them. Fjeti ai një 2 orë dhe na arritëm të flisnim, të qetësoheshim, e morëm, domethënë më kaloi, po them, më shpëtoi Zoti.